A ka filluar përgatitjet me kohë dhe si janë duke shkuar? Po, përgatitjet kam filluar me kohë, ashtu siç është planifikuar. Duke ditë se ne kemi mbaruar shumë vonë projektin, pasi kemi mbaruar kampionatin, shumë vonë kemi ndërprer vitet. Kurse përgatitjet kanë filluar ashtu si kemi planifikuar, domethënë me 5 janar, dhe do të vazhdojmë deri në fillim të kampionatit. A mendon që faza përgatitore do të vazhdojnë diku jashtë Kosove apo vetëm në Mitrovic? Po, duke i parë kushtet që ka marrë Moti Ligë me bodë dhe vështirësi që po i hasim, atëherë mendoj që edhe është fitër që do të dalim jashtë Kosovës, mendoj që destinacioni jonë do të jetë Durrësi, po nëse vazhdon të mbretëroj një kohë mirë, atëherë mundim edhe këtu, se Tresha Tatënumi ka plotësuar gjithmonë kushtet për përgatitje. A pritet ndonjë lëvizje gjatë përgatitjeve? Fazat përgatitore? Po, faza përgatitore domethënë është për të komponuar ekipin sa më mirë. Ne kemi një ekip shumë të komponuar, prandaj edhe lojë miqësore shërbejnë për ta parë se sa është përgatitur ekipi dhe si do shkojë dhe cili lojtar është në formë për të startuar kampionatin që do vi. Cilat janë ambiciet e skuadrës Tresha në vjeshtor? Po, Tresha 89 dihet që gjithmonë luan rol të rëndësishëm në kampionatin e Kosovës. Ambicjet tona janë që të zhvillojmë atë lojën e bukur që dojmë Mitrovica City, sidomos tifozëria Torcida, lojë të bukur, të shpejtë dhe me rezultate kuptuara. Atëherë do të jemi që të luajmë shumë të rëndësishëm në këtë ligë dhe të synojmë titullin e kampionit nëse na vije rasti. Çfarë mendoni për stadionin Zaljushta që para një javë ndodhi një aksident? Po, dihet stadioni Zaljushta është ndër stadionet më të vjetra në Kosovë. Tu ka ndodhur shumë breza, shumë gjenerata, shumë lojtarë të mëdhenj. Atëherë djegja e saj që ka ndodhur është një dhimbje për ata që kanë kaluar kohën më të gjatë në këtë stadion. Edhe unë si fëmijë kam filluar këtu, domethënë pas luftës për sipari herë. Edhe si për çdo lojtar tjetër ka qenë një tragjedi më së them dhe mendoj se shteti dhe komuna jonë do të intervenojnë shpejt ta rregullojnë sa më shpejt dhe t'ja bëjnë një atmosferë sa më të mirë tifozërisë tonë që e cila meriton. Faleminderit.